Mu më ka ndodhë ma, mu nuk më kthehet më djali. Lotët nuk arrin t'i ndalë kur flet për tragjedinë e 8 shtatorit që ja mori jetën djalit të tij Auronit. Auron Ferizi ishte goditur nga një vetur përderisa po qëndronte në një kafene afër sheshet. Bashkë me të u goditen edhe 4 të tjerë, por Auroni nuk arriti të mbijetonte. Ku ka ndodhur ngjarje tragjike, mu pikërisht këtë vend, ku ka vdekur si pasojë e lëndimeve djali im. Unë atë person nuk e njoh, as se kush është, as nuk kam asnjë dijeni për ta. As nuk ka pas asnjë pikë faji djali jam me këtë person. Vetëm viktim e rastit ka qellu. Ngjarja ndodhi në afërsi të parkut në Viti, përderisa ndaj të dyshuarit tashmë akuza është vrasje e rënd. Sipas informata që ka shku kënena, kam kjo rruga, edhe ka dalë kënej ka boshi, e ka marrë hezin prej atjet, dhe këta janë konë 5 persone janë konë këto ullë, edhe i ka godit, dhe u ndalë mund këtë vend, të u ndalë vetura. I ka godit 5? 8 pestit i ka godit. Por fatë këtë djali jam, o konë shumë i lëndu kry, dhe ka ndru jetë. Prindi Auronit akuzon për vonesë edhe ambulancën. E kanë thirrë ambulancën, por ambulanta u vanu për mbi gjys ore, nuk ka orë këto. Edhe unë e kam brengën pse mos me orë ambulanta gjys ore mi bo, kur e kemi ofër këto, 5 minuta është ofër vendit. Në Prishtinë i kanë thonë mjekët gruas teme që ambulanta u vanu mbi gjys ore. Sefti ka thonë, a e keni larg ambulanta? Ka thonë, jo se kemi 2 minuta. Ka thonë, ambulanta u vanu për gjys ore se ka pas shumë gjakderdhje në krye. Edhe pasojat e këtoj s'ka mujt me mbjetu. Shkopi ambulantës. Unë priti prej drejtësisë që gjykata të merr vendim të përjetshëm për këtë person. Ky person është i njoftëm edhe për policinë, ka pas vepra penale ndryshme, ka vozit pa leje, ka vozit nënën e kundërt edhe kanë liru. Edhe kjo po mbregos shumë se me lanë shto një person nëse s'ka leje, nëse ka vepra penale që nuk o mirë policia me këtë rast. Edhe unë kërkoj prej gjithë qytetarëve që me të mërkurën në ora 2 ka protestë patësore, që dalin gjithë se mu më ka ndodhë ma, mu nuk më kthehet më djali. Du veç me pas drejtësi që me kalu këtë dhimbje, që mos më ndodhë ma as kojna këtë kështu sigur mu që më ka ndodhë, se veç unë e di këtë dhimbët. Nuk besoj që mundet me përjetu dikush ma keq kështu. Ku keni me protestu? Para policisë dhe para gjykatës. Ne kemi shkuar edhe në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Nateriz, në Viti, nga aty ku edhe është nisur autoambulanca. Në QKMF ne kemi arritur që të flasim me mjekën kujdestare Gresa Sinani, e cila në një përgjigje të dhënë me shkrim ka mohuar vonesën autoambulancës, duke shtuar se gjendja Auronit ka qenë e rëndë dhe se nga aty është përcjellë në spitalin rajonal në Gjilan me shenja jete. Ndaj të dyshuarit ish gjykata themelore në Gjilan tashmë ka caktuar masën e paraburgimit në Institutin e Psikiatrisë Forenzike në Prishtinë, ku do të vlerësohet edhe kapaciteti i tij për të qëndruar para drejtësisë.